Në ditën e votimit, qytetarët kanë në dispozicion linjë telefonike falas ku mund t'i paraqesin parregullsitë eventuale gjatë votimit. Avokati i popullit ka bërë me dije se këto linja telefonike do të jenë të hapura gjatë gjithë kohës sa zgjat procesi i votimit, gjegjesisht nga ora 7 deri në orën 19. Nëse qytetarët vërejnë parregullsi ose ndonjë pengesë gjatë realizimit të së drejtës së votës së tyre, mund të lajmërojnë në numrin e telefonit falas 0800 54 321. Gjithashtu, përveç që mund të lajmërojnë me telefon, avokati i popullit ka njoftuar se denoncimet e tyre qytetarët mund t'i bëjnë edhe me prezencë fizike. Denoncimet qytetarët mund t'i bëjnë edhe në 7 zyrat e avokatit të popullit në Shkup, Manastir, Kërçov, Kumanov, Strumic, Tetov dhe Shtip. Nga institucioni i ombudsmanit, rikujtojnë qytetarët se organet kompetente janë të obliguara që të sigurojnë mbrojtje të plotë të së drejtës së votës të garantuar me kushtetutë, e cila ushtrohet drejt për drejt dhe fshehur azi në zgjedhje.